Një komedi satirike që zhbiron thellë në plagët e shoqërisë shqiptare ka mbërritur në skenën e teatrit Skampa në Elbasan, çfarë pa kryeshërbëtorja me regji të Kiçë Londos, solli një premierë të bujshme që bëri për vete publikun elbasanas me humorin e mpret, ngjarjet e befasishme dhe interpretimet brillante. Një komedi satirike që zhbiron thellë në plagët e shoqërisë shqiptare ka mbërritur në skenën e teatrit Skampa në Elbasan, çfarë pa kryeshërbëtorja me regji të Kiçë Londos, solli një premierë të bujshme që bëri për vete publikun elbasanas me humorin e mpret, ngjarjet e befasishme dhe interpretimet brillante. Shfaqja zhvillohet në një klinikë psikiatrike, ku gënjeshtrat, keqkuptimet dhe karakteret e çuditshme ndërthuren në një rrjedhë ngjarjesh komike, por njëkohësisht reflektuese për realitetin e sotëm. Në rolin kryesor, aktori Helidon Fino sjell figurën e Doktor Brendis, një psikiatër i vendosur në zemër të ngjarjeve absurde të një klinike ku asgjë nuk është siç duket. I detyruar të vishja, personazhi është quhet Doktor Brendis, është një mjek psikiatër. Është në klinikën e tij, gjithë ngjarjet zhvillohen në klinikën e tij, ashtu siç e pa shijoi dhe publiku. Për gjithë ata të interesuar që nuk kanë ardhur akoma ta shohin, është një komedi e zezë, keq kuptimesh, një komedian angles tipik, Joe Orton, i cili nëpërmjet situatave rrethanave, keq kuptimeve të forta, të ngrohta, të nxehta, por edhe me mjaft kështu nënvizime dhe mesazhe filozofike që jep edhe në momentet e caktuara, se si është i shpërbërë njeriu, veset e tij. Them që ka bërë një puzzle të shkëlqyer të gjitha personazheve të timit, po edhe bashkëshortes time, të profesorit që vjen, vajzës djalit, rreshterit, gjithë me radhë. Për drejtorin e teatrit, Clinton Kapaj, suksesi i shfaqjes është rezultati një pune 2 mujore intensive. Tashmë është bukur kur kurorëzohet puna gati 2 mujore me një premierë të suksesshme si kjo. Publiku e priti shumë mirë, duartrokitjet ishin të zjarrta dhe ne besoj që kjo shfaqje do jetë gjatë dhe do shëtisi edhe në qytete tjera në Shqipëri. Është një shfaqje që trajton disa tema së bashku. Është një komedi agresive, me shumë humor, me shumë situata, me shumë karaktere, me një tekst tepër të zgjedhur nga autori i madh i shekullit të kaluar, Joe Orton. Është produksion i teatrit të Elbasanit. Unë jam mik në këtë rast, jo për një shfaqje të teatrit të Shëtitës, po jam këtu i ftuar për të qenë regjisor i teatrit të Elbasanit. Është një emocion shumë i madh sepse unë kam kaluar adoleshencën, jam shkolluar në arsimin e mesëm në Kosbalanska, një shkollë të ndritur që më shkakton gjithmonë emocione. Elbasani më kujton shkollën, shkolla më kujton Elbasanin. Po, në plan e përgjithshëm, ngjarjet zhvillohen në një klinikë psikiatrike dhe ka një lëvizje shumë të madhe të personazheve, një lidhje e dukshme dhe pa dukshme e tyre, cilën në fund të shfaqet me shumë elegancë nga kasti i mrekullueshëm i aktorëve. Në realiteti, domethënë, kontakti me Shqipërinë. Unë mendoj që Shqipëria momentalisht është një psikiatri. Dhe kjo shfaqje në fakt zbulon disa të vërteta të mëdha me këtë kaos të madh në cilin është shqytur shoqëria shqiptare dhe këtë mungesë drite. Shfaqja jonë është përtej realitetit përditshëm, sepse në fund të tunelit në shfaqjen tonë ka dritë. Shfaqja mbetet në skenë edhe gjatë fundjavës në teatrin Skampa, në një lojë të mrekullueshme, premtojnë emocione, të qeshura dhe reflektim.